ose kur hapen këto tema dhe kur diskutohet për këtë pjesë, më rikthehet një ngjarje e jetuar me mjekën që kuronte Timbir, i cili kaloi një moment jashtëzakonisht dramatik me një kancer. Edhe faktikisht gjërat shkuan aq keq sa u fut në një koma mjekësore, farmaceutike. Edhe nuk dihej a do kthehej apo jo. Edhe ishim kështu përballë me të mbas futjes në koma. Edhe i them, po tani, më thot 24 orët e para, çdo lajm do jetë një lajm i keq, kështu që të urojmë që s'do kemi asnjë lajm. Po si vazhdon kjo? Se 24 orët e para, një tmerr, domethënë që çdo moment mund të ndodhi që të dalë dikush nga ajo zona e reanimacionit dhe thotë. Edhe kujtëm si vazhdon kjo, ajo ngre kokën për me dorë. Që më tregon tavani, është tavani. Nuk po flas me shkencëtarin, nuk po flas me një prift. Edhe më thotë, në këtë kat ishte kati i fëmijëve me kancer. Onkologjiku i pediatria onkologjike. Edhe në këtë kat thotë, unë kam parë gjëra që shkenca nuk mi ka shpjeguar dot akoma. Dhe ajo organizon të kishin kapel spitali. Edhe ajo, ata kishin një intranet, edhe ajo lindi njoftime aty. Edhe thoshte sot filan orë, po nesër filan orë, unë bashkë me ekipin do lutemi për Gregun, ose e boni dhe për fëmijë tjerë. Edhe i them, po ç'është kjo histori që shkoni luteni në kapel atje, faleni, ç'a lidhje ka kjo me terapinë? Është kemi të nevojshme dhe ndjehemi shumë mirë kur e bëjmë edhe marrim një energji që ajo ishte qartësisht një njeri që besonte, nuk e ndante në këtë formë, por thoshte quaj si duash, unë di që ka një mister, edhe nga ajo zonë e misterit vinë këtu në këtë katë gjëra që nuk kemi parashikuar dot, ose që nuk dim të shpjegojmë më mbrapa si ndodhi që dikush që u nis për mirë në fund përfundoi keq ose kundërta.